është gjë shumë pozitive kur marrim informacione që një tsunam zarfesh dhe votash vijnë nga diaspora, nga të gjitha vendet, kudo ku ato jetojnë dhe ku kanë pas mundësi për të votuar përmes platformës PER. Kjo është një ndër momentet më unike kur shef angazhimin e diasporës për të bërë ndryshimin e madh apo rotacionin e madh, dhe unë jam këtu në emër të Partisë Demokratike për të falënderuar secilin prej tyre. Në mënyrë të veçantë për sakrificën e tyre në shumë vende ku ato kanë qenë të detyruar për të shkuar në pikat e votimit, në pikat e postave të DHL-s, pavarësisht se janë detyruar për të marrë makinën me qindra kilometra, vetëm sepse shohin si një mundësi për të qenë pjesë e ndryshimit të madh të datës 11 maj. Dua t'i falënderoj me gjithë zemër për këtë sakrificë të tyre, por të njëjtën kohë t'i bëj një ftesë miqësore si bashkëdhetar tonë që të shfrytëzojnë këto ditë e fundit për ata që nuk kanë patur ende mundësinë për të marrë zarfin apo për të dorëzuar zarfin. Shkoni, merrni zarfin dhe votoni sepse koha po mbaron. Ato që nuk kanë dorëzuar zarfin dhe që posta nuk i ka shkuar në shtëpi për të marrë zarfin, edhe një sakrificë të tyre të fundit, nëse mund ta bëjnë sepse është në shërbim të kombit të tyre. Ajo që mund bëni ju dhe po bëni me votën tuaj është gjëja më e jashtëzakonshme për një perspektivë krejt ndryshe pas 11 majit në vendlindjen tuaj. Në të njëjtën kohë duhet të shpreh një shqetësim serioz që kam për diasporën në Greqi. Ndryshe nga gjitha vendet e tjera, aty posta DHL ka bërë një nënkontraktim me të tjerë dhe që nuk funksionon. Jo vetëm nuk funksionon, siç duhet sipas ligjit, dhe është në kundërshtim me përmbushjen e detyrimeve ligjore dhe kontraktuale, por të njëjtën kohë, në mënyrë të veçantë ditët e fundit ka një thyrje të pothuaj në çdo ishull në shumë vende të Greqisë të normave ligjore dhe të kodit zgjedhor. Kemi raste kur jo vetëm që nuk dorëzohen zarfat në shtëpinë për t'i dorëzuar individualisht duke paraqitur pasaportën, kjo do ishte një pretendim i çmendur ndoshta pavarësisht se është ligjor, dhe qytetarët shqiptar që jetojnë në Greqi nisen tek adresa që është shkruar në email apo me SMS për të marrë zarfin. Dhe gjëja më e pabesueshme është se ato nuk e gjejnë me zarfin. I thonë që zarfi i tyre nuk është tu, pavarësisht se ato nuk e kanë marrë. Dhe me probabilitet të madh dikush tjetër ka shku për të marrë zarfin e tyre. Kemi raste si në Itali ku një zonjë që punon në ambasadën në Rom shkon dhe mbledh zarfat dhe dorëzon zarfat në mënyrë antiligjore, quhet Marieta Mikeli, dhe kjo është e pabesueshme. Jo se nuk e kanë bërë gjatë periudhës së regjistrimit, e kanë bërë në mënyrë të pa ndonjë ndrojtje në thyrje tërësisht të ligjit, por që kjo është, domethënë, kanë kaluar çdo mas.